Ne kemi lypë në kios me nej qitë që aty, edhe me ardhë pak me nej në atë lokalin e kemi pak në gusht. Këto duhet me vazhdu shoqatat gjithëherë, po edhe duhet me pas përkrahje dikon. Përkrahje s'kem, kërka. Çfarë ndjenje është për juve me qenë kaq themi e kërkuar nga shoqata, nga gratë që ndodhen aty, po besoj që është një ndjenjë shumë e mirë, apo jo? Mirë, shumë. Nuk po di çfarë më thon. Për këto 25 vite tregua që keni taku gra të ndryshme, ndoshta shumë prej tyre dhe sot nuk jetojnë, apo jo? Për 25 vite neve na vinë këta lider të mëdhej, kur i kanë këto votat e veta, vinë na vizitojnë, se ma herët jo. Vetëm në kohë të caktuar? Po, kohë të caktuar, kur i kanë ata për veti. Parashtroni kërkesat ndaj tyre, ndaj institucioneve? Kena lyp kërkesa, po pak. Inshallah, realizohen. Në përgjithësi në Kosovë, sa mendoni që po bëhet për pensionerët pasi jemi tash edhe në këtë pikë? Si, valla, inshallah, nuk e di. Inshallah bëhet mirë diçka. Kur jemi të këto kërkesat që vetë se i keni parashtru, të themi edhe publikisht, pse jo, se të kanë qenë ndoshta ndër vite ato kërkesat e juaja kryesore që i keni parashtru gjithmonë, po nuk janë realizuar. I kemi parashtru, po tash po presëm që to, s'pedi. Ka njerë janë pak, diçka. Ka diçka më primare që ndoshta duhet një realizim më të shpejt? Po duhet, valla, po. Cilat janë ato? Ne kemi lypë në kios me nej qitë që aty, edhe me ardhë pak me nej në atë lokalin e kemi pak në gusht. Ato e kemi lypë, tash të këqyra. Mendoni që kjo puna që e bëjnë shumë gra në shoqat, punët artizanale, punimi i veshjeve tradicionale, duhet të ruhet dhe të çmohet ndër vite, të marrë parasysh që është një gjë shumë e rëndësishme? Inshallah, ruhen këto shoqata, këto trejat, nuk e di çfarë kanë me bëve, kanë mu vjetru edhe këto, tash, edhe këto duhet me vazhdu shoqatat gjithëherë. Po edhe duhet me pas përkrahje dikon. Përkrahje s'kem, kërka. Me kontributet tona vetë, me penzione. Këtë penzioni me janë. Ka dhe të reja, po ato... Çka thonë zakonisht vajzat e reja që marrin pjesë në shoqat? Janë të hapura me kontribu, me ndihmu në një formë apo tjetër, e mendojnë që ndoshta do të vazhdojnë të jenë pjesë e shoqatës edhe kur vinë në moshën tuaj? Po, edhe ato... Do të reja vinë aty të na thojnë, a ka punë, i kona, muna me hinë punë, i thonë. Jo, na nuk muna mi punësu. Na s'kem, nuk kem asi force. E tani, mëdhiman vëlla të rejat, mëdhiman. Do të ka edhe vajzat reja që ende nuk kanë mujt me gjetë vetën një forma apo tjetër me punë? Jo, 37 vjeqarë. Këto vinë ma shumë kur shkojmë shëtitje. Adem, po pëgjojmë vetën aty këtejnë, lujnë, bojnë atmosferë, tani pjo dohet mirë. Pjo dohet mirë. Po të t'ju të vjeta edhe sa të disponume, po qa me bu? Si po e mbani këtë disponimin e mirë? Si po e mbani këtë disponimin e mirë gjatë shëtitjeve? Po dohet me muzikë, me qashto, me defa, me këtejnë gratë kënojnë, lujnë. Edhe që janë vjetra, disponojnë vetën. Dhe të thotë martë e të janë të ditët ku takoheni me gratë. Atmosferë të mirë bojnë.